Debatet dhe aludimet për nominimet kanë vazhduar të jenë në qendër të vëmendjes brenda shtëpisë, sidomos pas zhvillimeve të fundit që kanë ndryshuar balancat mes banorëve. Në primen e së martës, një moment shumë i rëndësishëm ishte kur Juela u vendos përpara kutisë së Pandorës, një avantazh i fortë që i dha asaj mundësinë për të ndikuar drejt për drejt në lojë. Me këtë fuqi në dorë, ajo kishte të drejtë të dërgonte 3 banorë në nominim, një vendim që padyshim do të sillte pasoja dhe reagime të shumta. Pa hezitim të gjatë, Juela vendosi të përmend emrat e Gretës, Selin dhe Gimbos, duke i futur ata menjëherë në zonën e rrezikut. Ky vendim u pa nga shumë banorë si një lëvizje strategjike, ndërsa nga të tjerë si një goditje e drejtë për drejtë ndaj disa prej figurave më të forta ose më të përfolura të shtëpisë. Situata u bë edhe më e tensionuar kur në nominim ju bashkua automatikisht edhe Rogerti, i cili ndodhet në nominim të përhershëm, duke e bërë kështu listën edhe më të fortë dhe konkurruese. Megjithatë, diskutimet më interesante dhe teoritë më të shumta lindën mbrëmjen e djeshme gjatë një bisede mes Mirit, Alesios, Shëndritit, Artanit dhe Markos. Teksa qëndronin së bashku dhe analizonin situatën e krijuar, Miri shprehu bindjen e tij se Greta është një person me shumë fat dhe se loja mund të marrë një kthes të papritur në favor të saj. Ai u shpreh me siguri se Greta mund të ketë një bilet kthimi, një avantazh që do t'i mundsonte asaj të rikthehej në lojë edhe nëse eliminohet. Është njeri me fat ajo, ka super fat. Dhe çfarë ndodh? Ajo ka bilet kthimi, tha Miri, duke lënë të kuptohet se ai beson se Greta është e mbrojtur në një farë mënyre. Ai madje ngriti dyshime edhe për mënyrën se si mund të jetë siguruar kjo bilet, duke përmendur Babi G, e cila sipas tij, pavarësisht përplasjeve dhe fjalëve të forta që kishte pasur më parë, mund të ketë qenë personi që ja ka dhënë këtë avantazh Gretës. Greta ka bilet kthimi dhe kush ja ka dhënë? Babi G që çfarë nuk i tha, nuk e bëri as lider, shtoi ai, duke e bërë diskutimin edhe më intrigues. Nga ana tjetër, Marko reagoi me skepticizëm ndaj këtyre pretendimeve dhe e pyeti drejt për drejt Mirin se nga e kishte këtë siguri. Ku e di ti që ka bilet kthimi, e sfidoi ai, duke kërkuar më shumë qartësi mbi këtë teori. Në këtë moment ndërhyri edhe Shëndriti, i cili kujtoi se në një moment të mëparshëm ishin shpërndar disa bileta kthimi. 8 bileta shpërndau, tha ai, ndërsa Miri shtoi se Babi G kishte ardhur dhe kishte dhënë bileta për disa banorë, duke përmendur konkretisht Artanin, Selin dhe Gretën. Biseda mori një tjetër kthes kur Marko bëri një deklaratë të fortë, duke parashikuar se rikthimi i mundshëm i Gretës mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhënien e saj me Juelën. Ka për ta fikur Juelën, Greta kthehet prapë, tha ai, duke lënë të kuptohet se një rikthim i Gretës mund të shoqërohet me përballje të forta dhe tensione të reja. Këto diskutime tregojnë qartë se loja është bërë gjithnjë më strategjike dhe se çdo vendim, avantazh apo aludim mund të ndryshojë rrjedhën e saj. Me nominime kaq të forta dhe me mundësinë e biletave të kthimit që mund të ndryshojnë gjithçka, mbetet për t'u parë nëse parashikimet e banorëve do të rezultojnë të sakta dhe si do të ndikojnë këto zhvillime në dinamikën e shtëpisë në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.